Ditën e djeshme pas publikimit të raportit të OSBE-ODIHR ka pas një deklarat nga drejtuesi i Departamentit të Drejtësisë në Partinë Demokratike, Franc Nuri, i cili ka thënë se raporti paraprak i zgjedhjeve nga OSBE-ODIHR ka damkosur zgjedhjet në Shqipëri dhe tashmë sipas Partisë Demokratike këto zgjedhje janë të cënuara, pasi nuk ka më liri apo nuk janë zgjedhje të lira të ndershme, por ka probleme të shumta, ku një ndër theksimet e OSBE-ODIHR ishte edhe përdorimi i shtetit për zgjedhjet e 11 majit. Sipas Partisë Demokratike, duhet ndërhyrje të menjëhershme dhe të ndalet qeveria me sulmet e saj, pasi edhe OSBE-ODIHR ka theksuar se deri më tani fushata ka qenë e polarizuar, por nuk ka qenë dhe një fushatë e lirë. Nga ana tjetër, demokratët duke i referuar edhe të gjithë raportit të OSBE-ODIHR, raporti paraprak, thonë se po rikthehet edhe një herë manuali 339 dhe 184, që janë dy nga dosjet e krimit zgjedhor për blerjen e votave. Dhe në këto zgjedhje, sipas Partisë Demokratike, po blihen votat dhe po keq përdoret financat publike.